Në prag të vitit të ri akademik, Shkodrës i shtohet një shërbim i ri me vlerë, menca e qytetit, një investim i Bashkisë Shkodër që rikthen këtë mencë pas shumë vitësh, tashmë me kushte moderne dhe një shërbim jo vetëm për studentët, por për të gjithë banorët e Shkodrës. I pranishëm në hapjen e kësaj mence, e para e realizuar nga Bashkia e Shkodër pranë ndërmarrjes së drejtimit të studentëve, ishte kryebashkiaku Benet Beci, i cili një vit më parë premtoi një shërbim të tillë dhe sot e bëri realitet në prag të nisjes së vitit të ri akademik. Jam shumë i kënaqur që ne sot kemi hapur, të themi, mencën e publike për Shkodrën, është menca e parë. Është një projekt i bashkisë i cili mendoj me sukses është realizuar këtu në zonën e Konvikteve. Mendoj që është një ofertë e mirë jo vetëm për studentët, por për çdo që do të vi dhe të ketë një mëngjes, një drekë apo një darkë me çmime shumë të arsyeshme. Ndërmarrja ka bërë të mundur këtë ofrim të një shërbimi, jam sigurt që do të jetë një pikë e preferuar për të gjithë dhe i ftoj të gjithë të vinë të shijojnë pastërtinë, estetikën dhe cilësinë e ushqimeve të kësaj mence. Është një grup që punon me shumë dedikim dhe unë jam shumë mirënjohës, do të thoja, edhe drejtoresht dhe mënyrë se si ata e kanë realizuar. Është në fakt një ndërmarrje dhe është një iniciativë e bashkisë për të kryer një ndërmarrje e cila me vetë shpenzimet e saj dhe me vetë punën e saj e mban veten. Është një tendencë, do të thoja, dhe një strategji e bashkisë për të pas disa ndërmarrje të tilla. Kjo është e para ndërmarrje e bashkisë e cila ka krijuar një aktivitet ekonomik të vetin, ofron shërbim jo përfitues, por një shërbim për publikun, për studentët, të cilët mund vinë të konsumojnë. Dhe nga ana tjetër është me një kosto shumë të ulët. Kjo hapësirë e re ofron standarde të plota higjieno-sanitare dhe vjen si një alternativë e munguar prej vitesh, duke i dhënë qytetit të Shkodrës një mundësi të re shërbimi publik në funksion të mirëqenies së komunitetit. Është për tu vlerësuar fakti që vetë ndërmarrja e trajtimit të studentëve me të ardhurat e saj ka bërë të mundur këtë investim, duke e kthyer në realitet një model që i shërben si studentëve, ashtu edhe çdo banori të qytetit të Shkodrës.